Prezenca OSB në Shqipëri ka zhvilluar një sesion informues mbi zgjedhjet parlamentare që do mbahen në vendin tonë në 11 maj. Në këtë takim u trajtua kuadri ligjor që rregullon media në periudhën zgjedhore sipas kodit zgjedhor. Autocensura në Shqipëri realisht ekziston. Nuk mund ta mohojmë për vetë faktin sepse jemi të gjithë në një fushë që të gjithë dimë se çfarë do pronari linjat përgjithshme, të gjithë dimë se çfarë janë, le të themi, linjat limitet e kuqit të redaktorit dhe ku duhet të qëndrojmë. Ndërsa u diskutua edhe për rolin e institucioneve përgjithëse si Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive. Në rrjetet sociale për sa i përshket ministrive, kryeministrisë, bashkive, XY, çdo lloj institucioni janë thuajse të zella. Por postimet në akantet private të ministrave, kryetarëve të bashkisë, kryetarëve të këshillave bashkiake, çdo lloj pozicioni i lartë të hierarkinë, le të themi, administrative janë të saturuara në mënyrë ekstreme me fushat elektorale dhe në këtë moment nuk ka asnjë lloj mbulimi ligjor. As për sasinë, as për cilësinë, as për mbikëqyrjen e tyre, asnjë. Vetëm element që ekziston është elementi i le të themi sponsorizimit të këtyre publikimeve, i cili normalisht duhet të raportohet pranë KQZ-s si shpenzim financiar. Pjesëmarrësit u njohën edhe me ndryshimet e fundit ligjore dhe gjithashtu me udhëzuesin për një raportim etik dhe profesional gjatë zgjedhjeve. Ato dy